Na sot kemi planifiku së bashku me mamin edhe motrën me vizitu Legoland. Kur vendosni me vizitu një vend si Legoland, gjëja e parë që duhet me pas parasysh është me kontrollu mutin për atë ditë që e keni vendosur me shku. Edhe mundësisht me rezervu biletat online, kështu kurse në kohë edhe nerva hyn direkt pa asnjë pritje. Këshilla jame kryesore është të shmangni ditët e festave. Përndryshe pritje të gjata, shumë njerëz edhe eksperienca nuk ka me qenë ajo që ju e prisni. Ky park argëtimi, kjo butë lodra shkret me Lego, kjo aventurë familjare ku fëmijët ndihen si në ëndër, është ajo ndjenja eufori, ajo ndjesi që të mbush energji, gëzim edhe të bën me shiju çdo sekond. Na u ndam në disa grupe, sepse në fundit secili kishte ato dëshirat e veta në parqe të ndryshme. Fëmijët kanë qenë në ekstaz totale, super energjik edhe të emocionum. Si përfundim, Legoland nuk është vetëm një park lodrash, është një univers i vogël prej Legos.